محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lë në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një këshill madhështore, e të gjitha këshillat e tija janë të këtilla, por njëherë duke qëndruar me shokët e tij ka thonë: kush po i merr prej meje 5 këshilla që të veproj me to, e pastaj t'ua mësoj edhe atyre cilët do të veprojnë pas tij me to. Ebu Hurajra, që ishte njëri prej shoqëruesve shumë besnik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ngriti dorën dhe tha: unë ja Resulallah, unë po e marr përsipër këtë këshill tëndën me majt në mend edhe me apliku, po e marr përsipër edhe me e përcjell me shpresë se të tjerët do të aplikojnë pas meje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë Ebu Hurajrën edhe i tha: ittaqil maharima takun a'bada an-nas, ruaju prej gjonave të cilat Allahu i ka ndalu, do t'jesh njeriu më i devotshëm. Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas, dhe bëhu i ngopun edhe i kënaqur, i mjaftueshëm me atë që Allahu të ka dhënë, do t'jesh njeriu më i pasur. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina, dhe bëj i mirë kojshis, jo sillu mirë me te, po bënu bamirës me te, do t'jesh besimtar. Wa ahibba li nafsika wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima, dhe njerëzve duaju, dëshiroja të mirën ashtu sikur se ja dëshiron vetes, do t'jesh musliman. Wa iyaka wa kathrat ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahika tumitu al-qalb, dhe ruaju nga e qeshja e tepërt, nga e qeshmja e tepërt, nga se të qeshurit e tepërt e bën zemrën të vdes. Të nderuar vëllezër, këshill shumë madhështore, për arsye se nëpërmjet këtyre udhëzimeve ne do të jemi në gjendje, nëse i kuptojmë edhe synojmë me i jetësun jetën tonë, do të jemi në gjendje me i rregullu të gjitha relacionet tona. Edhe ato me Zotin në radhë të parë, nëpërmjet këshillës së parë, ruaju prej haramit, do të jesh njeriu më i devotshëm. Këshill shumë madhështore. Ruaju prej haramit, do të jesh njeriu më i devotshëm. Kjo na jep me kuptu të nderuar vëllezër se devotshmëria nuk arrihet me formalitete. Devotshmëria arrihet me qëndrime serioze dhe konkrete. Shmangja e gjithë asaj cilën Allahu i madhruar e ka ndalu, respekti i gjithë atyre kufive të cilët Allahu i madhruar i ka vendu, e bën njeriu të devotshëm. Ne sot hasim njerëz të cilët fatkeqësisht paraqiten të veshur me petkun e devotshmërisë, mirë po nuk janë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm te bartja e fjalëve, shpifja, përgojimi, gënjeshtra, mos jetësimi i premtimit, mos dalja në fjalë, mos përmbushja e emanetit e kështu me radhë. Kënej në një aspekt e sheh, ai mundet me konë shumë i rregullt në namaz, shumë i përkushtuar ndoshta edhe në agjerim, nafile, pamjen e ka pamje të fetarit, por fatkeqësisht gjuhën e ka gjuhë të jo fetarit. E këtu Allah i madhruar nëpërmjet pejgamberit tij na mëson qysh me u bë të balansuar në devotshmërinë tonë. Pra me e pas edhe pamjen e fetarit, edhe zemrën e fetarit, edhe gjuhën e fetarit. Nuk mundet njeriu me qenë
as besimtar si duhet, e as musliman si duhet, derisa të mos jenë rahat të tjerët nga gjuha e tij. Pas kësaj vjen ajo këshilla tjetër, thotë wardha bima qasama Allahu laka takun aghna nas. Do të bëhesh njeriu më i pasun. Edhe pse jo detyrimisht me pasuni konkrete, materiale, por me pasuri të zemrës edhe të shpirtit. Do të jesh më i pasuni në momentin që je i ngopon edhe i mjaftueshëm me ato që Allahu të ka dhënë. Për arsye se në këtë mënyrë e menaxhon lakmin. Në këtë mënyrë e menaxhon lakmin, nuk lejon me pas lakmi të teprume, dhe derisa është kështu, mbetesh i dinjitetshëm në të gjitha aspektet e jetës. S'munët kërkosh me të shtin hipotek, lemo me të ble, ose me të trajtu qysh nuk e meriton një njeri. Pse? Se je i kënaqur. Derisa nuk lakmon në atë çka kanë njerëzit, derisa nuk lakmon, ose ma mirë me thonë, derisa nuk e tepron lakmi në atë çka Allahu s'ta ka dhënë, i ke punë të mirë. Dhe nëse dojmë me përkufizu se qysh arrihet pasunia, ajo shpirtërorja, ajo e zemrës, ajo realia, jo ajo materialja. Për arsye se në aspektin material njerëzit kur nuk e kanë ditë, as që kanë me ditë se cili është më i pasur në botë. A e dini pse? Për shkak se kjo është absolutisht e parëndësishme. Filoni ai ka 1 milion, 100 milion, 1 miliard, 10 miliard, s'ka rëndësi fare. Për arsye se e gjitha e pasuni, në të vërtetë, ani pse llogaritet se është në posedimin e tij, por nuk është detyrimisht në menaxhimin e tij. Se njeriu e ka rrezik edhe idare që ato çka e shfrytëzon jetën e kësaj bote, atë tjetrën s'ka me marrë me veti, ka me elan. E merr veç përgjegjësinë edhe llogarinë e saj. Për këtë arsye, mbetet e pamohueshme edhe e paluhatshme se më i pasuni në dunja është ai i cili është i kënaqur me atë që ka. Më i pasuni në dunja është ai që është i kënaqur edhe i mjaftuar me atë që i ka dhënë Allahu fuqiplot. Për arsye se në këtë formë njeriu bëhet edhe mirënjohës ndaj Allahut, e kur të është mirënjohës, ai edhe e ka ru atë që ka, po njëkohësisht edhe e shijon. Realisht nuk ka pasuni përveç se duke e shiju atë që Allahu i madhruar të ka dhënë. Pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe bëju mirë kojshive, do të jesh besimtar. Dëshiroja njerëzve atë që ja dëshiron vetës, do të jesh musliman. O përmend besimtar edhe musliman, besimtar është nivel më i ngritur, më i avancuar se sa thjesht musliman. Të dytë janë musliman edhe të dytë janë besimtar. Këto dy shprehje kur përmenden ndamaz e përfshin njëra tjetrën. Mirë po kur përmenden bashkë, atëherë duhet me u kuptu se derexhja e imanit, derexhja e mu'minit, e besimtarit është më e lartë. Edhe këto e shohim nëpërmjet asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Bëni ju mirë kojshive, në konkretizim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhur me hakun e kojshisë, thot, ka ardhur Xhibrili, meleku i deleguar prej Allahut fuqiplot, edhe ka filluar me më këshillu edhe me më porosit qysh me usill mirë me kojshin, e qysh me koni kujdesshëm ndaj tij, e qysh me ndat mirën me te, e kështu me radhë. Thot, atë shumë ka qenë insistues, sa që tash veç pritësha edhe me më thonë qëre edhe këtë pronë që e ki, hisja e kojshisë është kaq. Veç pritësha kur po mashtin kojshin edhe në hise. Për shkak të obligueshmërisë së mirësjelljes dhe jo vetëm, por edhe mirëbërjes në relacion me kojshin. Dhe ajo tjetra, dëshiroja u njerëzve të mirën qyshja dëshiron vetës. Me pas diçka materiale në runë vlazën, me nda me tjertë, pa dyshim, nëse nda në 2 vena, ajo përgjysmohet. Nëse nda në 4 vena, ajo bëhet 4 qerek, e kështu me radhë. Dëshira për mirësi, ose dashamirësia, sa do e theksume që tjetë, ajo nuk paksohet. Përkundrazi, ai njeri i cili në zemrën edhe në shpirtin e tij kultivon dashamirësi për tjetrin, pra qysh ja dëshiron vetës të mirën, ja u dëshiron edhe tjerëve, ai vetëm se e fisnikron shpirtin e tij edhe ma tepër. Vetë e përjeton në radhë të parë kënaqësinë e asaj. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjali të thjesht ja u ka rregullu besimtarëve relacionin mes tyne, kur ju ka thonë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej juve nuk ka besu ashtu siç duhet,
derisa vëllau të vet mos ja dëshiroj të mirën, ashtu sikur se ja dëshiron vetes. E njëjta gjë është edhe me të keqen, derisa vëllau të vet mos ja urrej të keqen ashtu siç e urren për vete. Pra besimtari, muslimani duhet me qenë skajshmërisht dashamirës, fillimisht në zemrën edhe në shpirtin e tij, pastaj në qëndrimet e pastaj edhe në fjalët e tija, edhe në të gjitha ato gjëra edhe veprimet cilat eventualisht mundet me i jetësu. Andaj, që kjo këshill, sidomos që kjo e katërta që e përmenda, para asaj të pestës që ka thonë, mos qesh tepër, se e qeshmja e tepër e mbytë zemrën, por që kjo e katërta neve ma shumë se çdo gjë tjetër na duhet sot nderuar vëllezër. Na sot jemi, është ditë pushimi për shkak se është festë shtetnore dhe kombëtare. Është festë e disa të arritunave historike, e që në realitet ne sot, gjeneratat e sotme, me mënyrën se si po funksionojmë, me mënyrën se si po komunikojmë, na po i zbehim vlerat e këtyre festave. Po e zbehim edhe vlerën e lirisë, edhe vlerën e pavarësisë, edhe vlerën e rahatisë edhe të sigurisë, për arsye se prej pakujdesisë son, nga njerë dorën zemër edhe të ndikum prej jashtë, nga njerë nga pak edhe të manipulum, po prej pakujdesisë son kryesisht, sikur po dojmë rahatin me e kthyn hallakan, sigurin me e kthyn pasiguri, lirin edhe pavarësin me e kthyn diçka e cila nuk ka qenë e ndrume dhe e dëshirume as prej neve, e as prej atyne të cilët kanë sakrifiku shumë, deri te ajo më e shtrejta që është jeta, për këtë liri edhe për këtë pavarësi. Andaj të nderuar vëllezër, e kemi obligim të gjithë, edhe unë që po ju flas, edhe ju që po dëgjoni, secili me u bë zo i unitetit edhe me u bë zo i afrimit ndërmjet njerëzve, mos me leju në asnjë mënyrë që përçarja edhe dobësimi jon me kalu ka mendja jon, ka zemra jon, ka gjuha jon, ka dora dhe ka koma jon. Do të bëhemi e kundërta, faktor të unitetit, faktor të stabilitetit, faktor të mirësisë, për arsye se këtu ku kemi arrit sot, padyshim që dikush ka derë shumë mund, e ndjerës, e gjak, e ka sakrifiku, për me qenë na qështu. Mirë po edhe që tu ku kemi arrit, nuk është stacioni i fundit, për arsye se hala kena shumë punë me bo, edhe hala kena shumë detyra me përmbush, e Allahun e madh e lusim që të na ndihmoj, që ato detyra edhe ato obligime të hajrit, e të mbara, e të mira, ti përmushim ashtu si është mas miri, ashtu si është kënaqësia e tij. Allahu na boft prej atyre të cilët i kuptojnë gjanat ashtu si duhet, edhe na boft Allahu i madhruar argat të sëmirës, në duart e cilëve janë qelsat e hajrit, edhe janë dryt e sherrit. E them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në vëllezër, është 28 nëntori, e çdo vit i vrejmë njerëzit duke e veçu këtë ditë. Nuk do ta kisha quajt fest, do ta kisha quajt datë të veçantë historike, për shkak të zhvillimeve që kanë qenë të kaluarën, e për shkak të cilave, ose prej cilave ne do duhet të frymëzoheshim. Dhe vëllezër, na themi, është ditëlindja e komandantit legjendar, i cili sot, sikur t'ja kishte caktuar Allahu me të gjallë, i kishte bërë 70 vjet. Ka vdekur në moshën 44 vjeçare. Relativisht i ri. Do thonë, nashta më i ri se një pjesë e jonja që jemi këto. Nuk i ka shiju frytet e kësaj çka po i shijojmë na, po pikërisht për shkak të kësaj, ata të cilët kalun në amshim, pa u shpërbly, pa u pagu, se s'ka kush i pagun vetëm Zoti i gjithësisë. Po ata që kalun pa u shpërbly edhe pa i shiju frytet e sakrificës vet, për atë arsye ata e kanë vlerën më të madhe te Zoti i gjithësisë. Dëshmorët mas pejgamberëve janë njerëzit më me vlerë. Dëshmorët janë realisht njerëzit të cilët Allahu në mënyrën më të mirë edhe më të plotë i shpërblen. Edhe e dini edhe një gjë çka. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë sikur të ishte dëshmor. Për shkak të vlerës,
së shpërblimit edhe neret që Allah i madhruar o aban. Me 28 nëntor 97 nderuar vëllezër, për herë të parë u bë paraqitje publike, daljen publik e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kush e mon men atë ditë që ka qenë dëshmitar, e din se mundësit për me luftu jenë konë shumë të kufizume. Ata burra që e kanë marrë guximin atëherë, na nuk do të me vlerësu sakrificën e tyne prej pozicionit të sotën. Për shkak se sot, Zoti mos e boft, me u paraqit nevoja me mbrojt venin edhe njëherë, jemi në pozicion shumë më të favorshëm. Për arsye se e kemi një lloj organizimi, një lloj strukturimi, e kemi një ushtri, e kemi një polici, i kemi do sene dhe i kemi do rene. Atëherë në radhë parë s'na ka njoftë kërkush, ndërkombëtarisht jemi konë pjesë e shtetit armik, kundër cilve u dasht me luftu, mundësit edhe materiale, edhe konkrete, edhe të armatimit, edhe të pajisjeve kanë qenë skajshmërisht kufizume. Megjithatë Zoti ka dashur që ata burra edhe ato gra me guximin e tyne me ndez fitilin. E kur është ndez fitilin, masanej, elhamdulillah, kjo punë ka ardhur çtu ku ka ardhur, e ku jemi duke e shiju në asa. A ju kemi bërë që aty në njerëzve, prap po them, Allahu ka me i shpërblyt të gjitha ata që kanë kontribu. Mirë po, ne me gjitha te ndajt qësaj mirësie, kemi shumë obligime dhe kemi shumë borgje. Edhe ato borgje do të me ditë qysh do të me i la. Nuk bën në asë një mënyrë të nderuar vëllazën që e keqja në vendin ton, edhe në popullin ton, edhe në shoqërinë ton, me depërtu ka unë. Se cilin vetën e parë du të mja thonë vetës që ta. Nuk bën në asë një mënyrë që unë me u bo shtegu i të keqës, ka me hi e keqja. Unë ka me u bo aj ushtari besnik që ka me erujt shtegun, që e keqja të njerëzit e mi mos me hi në asë një mënyrë. Për arsye se jam musliman, e musliman qenë ka aje i cili ja u dëshiron tjerëve të mirën, qysh ja dëshiron vetës, edhe ja u rend keqën, qysh ja u rend vetës. Pavarësisht pse sot kemi zona, fatkeqësisht, nuk jem bot pakt, edhe dyqysh një farë organizimi perfekt dhe e shumë dashakeqe tendencioz, që po munohen pikrisht muslimant me i paraqit si njerëz pa kontribut. S'ka mundësi një popull me luftu për liri, me përkatësi ka shtë madhe muslimane dhe masani në fund me dalë dikush me thonë ju musliman s'keni bo kur gjo. O vëlla, dëgjoj fjalët e pejgamberit ton, edhe dëgjoj fjalët e Zotit ton edhe e merr vesh që na edhe me dasht si musliman. Na s'munëm me u bot pa kontribut për vend e për popull e për shoqëri. Andaj, duke qenë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na mëson, dujau të mirën që fja do në vetës, edhe urejau të keqen që fja uren vetës të tjerve, do t'jesh musliman, atëherë kjo të nderuar vëllazën në rrethanat e sotme, përkthehet, unë nuk do të lejoj ka unë të kaloj e keqja dhe të deportoj këtu. Unë do të bëhem pengesa, se cili prej neve, pa përjashtim. Prap ka me pas nevoj për rezistencë, se e keqja gjithmonë është sulmuse, e mira gjithmonë është e refuzuese ndaj të keqës, po derisa jemi në rrugën e duhur, edhe për krahjen edhe ndihmën e Allahut të madhruar kemi me e pas. Allah i madhruar na mundsoft që të jemi gjithmonë në shërbim të asaj që është e dobishme dhe e mirë, të jemi në shërbim të asaj e cila e fuqizon të mirën e me të cilën automatikisht paksohet e keqja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله